Dhe ai dëshmonte duke thënë, unë mendoja se nëna ime ishte kritikisht e çmendur, le të themi, po ajo nuk i sheh bebet e syve të mi, po nuk sheh që jam i droguar deri te flokët, qa po thot ajo? Dhe ajo i përgatiste për të ngrënë, hajde misionar, eja këtu misionar, eja këtu predikues. Dhe ai i nxirrte nga vetja, por e di çfarë ndodhi me atë njeri? Ai u bë misionar dhe predikues. Ajo grua shihte tek ai atë që ai vet nuk ishte në gjendje ta shihte. Besimi sheh aty ku të tjerët nuk shohin. Dhe pastaj vazhdon dhe thot, të gjithë këta, shiko sa rëndësishme është, kanë vdekur në besim, thoni, kanë vdekur në besim, pa i marrë premtimet. Pra, Sara pati një djalë, por nuk i pa mbretërit që do të vinin prej saj. E ke parë mbretërit? Jo. A i ke parë gjikë të turnë të premtuar? Dhe ai thot, por ata kanë parë gjëra nga larg, duke rrëfyer se janë të huaj dhe pelegrinë në tokë. Në fakt, thuhet se kjo tregon se dikush po kërkon një atë dhe. Dhe nëse do t'u interesonte ai që kishin lënë, me siguri do të kishin pasur kohë të ktheheshin. Do thotë që Zoti i ka bërë një premtim, i ka thënë shko në atë qytet, ju e dini që sapo ai shkoi në atë qytet duke thënë ka mbritur në Kanaan, çfarë gjeti? Një mori armiq ka jetuar për vite me radhë në fushat e Mamres, premtimi i Zotit nuk u përmbush me një herë. Dhe pastaj i ka thonë një mori njerëzish ai kur nuk e ka parë, thot kanë vdekur duke përshëndetur nga larg. E di pse disa prej nesh nuk do t'i shohim kur premtimet që Zoti na ka bërë, sepse ato nuk ishin për ne. Ne ishim vizionarët. Ndoshta janë premtime që do t'i prekin fëmijët e tu, fëmijët e fëmijëve të tu, nipërit e tu, por Zoti fillon nga ti, patriarkët të parët që kthehen, Zoti fillon të jap vizionin e madhështisë. Ata nuk panë për vdiqën duke thënë, fëmijët tanë, nipërit tanë, do ta përjetojnë nga afër atë që na tha Zoti. Kjo është besimi. Amin. Duke thënë, shkojmë te Zoti një vend më i mirë. Dhe ai thot, bo, ani. Ata dëshirojnë një më të mirë, pra të qelloren, prandaj Zoti nuk turpërohet të quhet Zoti i tyre, sepse u ka përgatitur atyre një qytet. Mendo pak, Zoti thot, unë jam krenar të jem Zoti i Abrahamit, sepse Abrahami besoi tek unë, edhe pse nuk pa gjithçka që i thash. E di që ndonjëherë ne themi, unë nuk zdes sepse kam premtime. Ky pasazh na prish pak punë, sepse ai vdiq duke pasur premtime. Po. Me anë të besimit, Abrahami, kur u vu në provë, ofroi Isakun, atë që kishte marrë premtimet. Ai ofroi të vetmin e tij birë. Megjithatë, Zoti i kishte thënë, është në Isak që do të jepet pafartësia. Abrahami ishte i bindur se Zoti është i fuqishëm të ringjall edhe të vdekurit, dhe mori përsëri Isakun, si për një lloj ringjallje jo. Kujdes këtu. Asnjëherë në histori nuk ishte dëgjuar për dikë që ishte ringjallur. Nuk ekzistonte as ideja, as koncepti që dikush mund të ringjallet në kohën e Abrahamit, po plasim për Abrahamin, dhe megjithatë, kur Zoti i thot, është në Isak që do t'jap fëmijët, fillimisht ata nuk vinë. Kur vjen, Zoti i thot, çoje në mal dhe vrite. Dikush do të thoshte më fal, por më the që ishte prej ti. Tani ta vras, çfarë po ndort këtu? Dhe ai tha, nëse Zoti po më thot kështu, është sepse do ta ringjall. Pra, mendo, nëse Zoti më thot të jap burimin e trashëgimisë sime, është sepse në rregull, ai do ta ringjall para meje. Do që unë të shoh diçka më të madhe se sa të lind një fëmijë. Do që unë të shoh një fëmijë që ringjallet. Dhe ky është një paralajmërim i jetës së Jezusit, i cili vdik si sakrificë për ne dhe më pas u ringjall. Perëndia tashmë po e përgatiste botën për Jezusin. Po shikoni kokën e këtij burri. Ai as nuk e ka dëgjuar kur fjalën ringjallje. Tha, ai ringjall atë sepse Zoti më do mua. Amen. Kjo është arsyeja pse Perëndia thotë se është Perëndia i Abrahamit. Ka premtime atjerë që nuk do t'i shohim, thot ai me mua. Ka premtime që unë nuk do t'i shoh, që Zoti do të më tregojë se si do t'jenë, që brezat e tjerë do t'i shohin, por unë do të vdes duke i parë këto premtime brenda meje. Besimi shef brenda këtu. Besimi ka një siguri, një bindje. Ashtu siç kam unë një bindje sot se ne do të rritemi, do të shpërthejmë, besimi ka një bindje. Amir? Shiko këtu. 1 Korintasve 15:19, Bibla thot se nëse kemi shpresë në Krishtin, vetëm në këtë jetë jemi më të mirë se të gjithë njerëzit. Lexoja aty, thuaja.
Sepse ka njerëz që duan besim vetëm për këtë, ka njerëz që duan besim për të pasur një shtëpi, për të pasur një motociklet, dhe kjo është në rregull. Zoti është një Zot që jetë, por besim vetëm për këtë jetë jemi të mirë apo jo? Ne duhet të kemi besim për këtë jetë, duhet të kemi besim për brezat që do të vinë, sepse Bibla thotë se do të jemi të bekuar deri në brezin e katërt. Duhet mendosh që tani niprit e mi do t'i shërbejnë Zotit, dhe nëse Jezusi nuk kthehet, stërniprit e mi duhet të kenë besim se Zoti do të kujdeset për ta, duhet shikosh përpara. Amen. E dini kush janë pastorët tani? Ata janë misionar në Amazon. Babai i pastores Redek ishte një njeri shumë i pasur, ishte fermer dhe nëna e saj ishte edhe më e pasur se babai. Ata kishin kompani që ndërtonin shtëpi prej druri që në kohë të hershme, kur askush nuk e mendonte. Kur Zoti e thirri, ai po punonte tokën dhe Zoti i tha: "Mirë, je i lumtur, jo, duke punuar tokën." Dhe çfarë do të bësh me njerëzit që vdesin në të gjithë botën pa e njohur Jezusin? Abik. Dhe ai vendosi të bëhej misionar. Në atë kohë fjala mision as nuk ekzistonte. Ajo shkoi te pastori i saj duke i thënë: "Duhet bëhem misionare." Dhe ai tha: "Të bekoj, por as vetë nuk e di si bëhet." Prindrit e tij, imagjinoni prindrit që mendonin për një jetë, një të ardhme. Dhe ata u përgjigjen kështu: "Trashëgimia jon do të jenë fëmijët tan, ju parat." Ai pati 4 fëmijë, gjithë misionar. Gjithë niprit kanë nga një tillë. Një tuf janë të gjithë pastor dhe misionar, sepse ai zgjodhi. Dhe pastaj, edhe të në fillim nuk ja dhan parat, pastaj kushërint dhe familja i ja dhan edhe parat. Dhe ai la parat që në fillim për niprit bleu edhe varka. Pse? Sepse ai nuk shpresoi vetëm për këtë jetë. Amen. Tani le të shkojmë te Hebrejve. Hebrejmi 11, 20 deri 22. Me anë të besimit, Isaku bekoi Jakobin dhe Esain, madje edhe për gjërat që do të vinin në të ardhmen. Faleminderit. Ai që ka besim bekon që tani për të ardhmen, kur ke besim, ti fillon edhe kur fëmia e të lind kur poritet, ti fillon që tani të profetizosh për të. Për të, ti do të jesh një grua e Zotit, ti do ta bësh këtë për Zotin, ti do të arritesh. Në vend që të mallkosh, ai që ka besim bekon. Ka plot prindër që thonë: "Ti nuk do të bësh asgjë në jetë, ti nuk do të jesh askush. Mos i mallko fëmijët e tu." Ha, por ata po gabojnë. Vazhdo të bekosh jetën e tyre, vazhdo të thuash fjalë të mira. Dhe sot mirë për atë që shihni atje përpara, jo për atë që shihni këtu sot. Amen. Edhe nëse personi është krejtësisht larg Zotit, fillo ta telefonosh dhe ti thuash: "Të bekoj, do të jesh një grua e Zotit, do të jesh një burr i Zotit, do të kesh mbarësi." Dhe personi do të thotë: "Nuk është e mundur që ai të më thotë këto gjëra." Por një ditë ai do të të falenderoj dhe do të të tregoj për nënën dhe baban e besimit që kishin. Amen. Me anë të besimit, Jakobi duke vdekur, bekoi se cilin prej bijve të Jozefit. Dhe ai adhuroi, duke u mbështetur në maj të shkopit. Ai nuk e dinte çfarë do të ndoste, por ai tashmë e adhuronte Perëndin. Zot, të falenderoj që këta nipër e mbesat mi do ta pushtojnë botën. Faleminderit që këta nipër e mbesat mi do të bëjnë gjëra gjigante. Prej tyre do të vinë mbretër, prej tyre do të lindin mbretëri. Ata do të jenë udhëheqës. Bekimi i prindërve ose i një autoriteti shpirtëror është shumë i rëndësishëm. Thuani se shumë i rëndësishëm është. Me anë besimit, Jozefi, kur ishte duke vdekur, përmendi daljen e bijve të Izraelit dhe dha udhëzime për kockat e tij. Djem, shikoni besimin e Jozefit. Sot ne kemi Biblën, dhe ti e di që Abrahami për 430 vjet ishi në shkretë të tjerë dhe më pas do të ktheheshin në tokën e premtuar. Jozefi nuk e dinte, por Jozefi e dinte një gjë. Zoti ynë një ditë do të na nxjerrë jashtë, sepse ai ka thënë që do të kemi një tokë tjetër. Kur të vdes, merrni kockat e mia dhe çojini me vete larg nga kjo komb. Kur ata arritën atje, ishin 70 vjeta dhe pas 430 vjetësh, kockat e Jozefit prisnin të çoheshin në tokën e premtuar. Pra, ai e kishte parë tashmë çlirimin, edhe pse çlirimi ende nuk ekzistonte. Ai kishte parë çlirimin edhe pse në kohën e Jozefit ata nuk ishin sklever. Në kohën e Jozefit ata trajtoheshin shumë mirë. Baba i Jozefit kishte njohur faraonin, faraoni e donte Jozefin, por edhe pse ishin të dashur dhe ende nuk ishin sklever, ai tha: "Një ditë ne do të largohemi dhe kur të largohemi, merrni të gjitha gjërat e mia me vete. Besimi sheh për tej." Si është besimi? Sheh për tej, apo jo? Shiko si thot 2 Korintas dhe 4:13, sepse kemi të njëjtin frymë të besimit, sipas asaj që është shkruar: "Kam besuar, prandaj edhe kam folur." Edhe ne besojmë, prandaj edhe flasim.
Kur ti beson në diçka, fillon ta krijosh me gojen tënde. Fillon të thuash, unë besoj se një ditë do të bëhem si përmarrësht dhe do t'i blej të gjitha gjërat, do ta blej universitetin për Jezusin, do të ndërtoj një spital, Zoti do të më ndihmoj. Unë besoj se i gjithë ky vend që është këtu do të jetë i imi një ditë, sepse do ta bëj për t'i shërbyer Zotit, jo sepse dua të rritem. Unë do t'i shërbej Zotit në këtë mënyrë. Por sot i askush, por unë nuk mbështetem vetëm te sotmja. Unë jetojnë të tashmen, po besojnë premtimet e Zotit. Ani, e të kalojmë të Mojsiu, Hebrejve 11, 23, 29, tashmë po afrohemi fungik. Me anë besimit, Mojsiu, kur lindi, u mbajti i fshehur për 3 muaj nga prindrit e tij. Me anë besimit, ata panë që fëmia ishte i bukur dhe nuk u trembën nga urdhri i mbretit. Me anë të besimit, Mojsiu, kur u rrit, refuzoi të quhej bir i bijës së faraonit, duke zgjedhur më mirë të vuante me popullin e Perëndis se sa të shijonte kënaqësitë kalimtare të mëkatit. Djema, besimi heq dorë nga titujt. Të qëndrosh besnik ndaj Zotit. Amin. Po ti do t'jesh i shkëlqyer në këtë sipromarrje nëse, dhe ai tha, unë preferoj të keq trajtohem se sa të shijoj kënaqësitë e mëkatit. Por nëse e lë gruan dhe burrin tënd, do të shohësh që unë preferoj të jem besnike gruas ose burrit tim, se sa t'i ken të gjitha këto vetëm sepse ti më ofron seks. Sepse sot në botë, në TV, në punë të ndryshme, njerëzit janë kështu, a doni të rriteni? Eja në shtrat me mua, më vjen keq, unë preferoj Zotin, preferoj të mos kem asnjë funksion atje, unë preferoj të nderoj gruan time ose burrin tim, se sa të kem kënaqësitë e mëkatit. Ai që ka besim bën zgjedhje radikale. Thoni si është, ai që ka besim ka bërë zgjedhje radikale. Duke vlerësuar fyerjet e Krishtit si pasuri më të madhe se fesaret e Egjiptit, sepse ai kishte sytë e drejtuar me atje nga shpërblimi. Me besim, ai e la Egjiptin pa u trembur zemërimit të mbretit, sepse qëndroi pa lëkundur, sikur të shihte atë që është i padukshëm. Me besim për këtë siguri, ai kremtoi pashkën dhe bëri spërkatjen me gjak që shkatruesi të paralindurve të mos prekte ata të izraelitëve. Me besim kaluan në përdetin e kuq si mbi tokë të thatë, ndërsa egjiptianët që u përpoqën të bënin të njëjtën gjë u përpin. Mendo, me besim që Zoti thot shko, ne lexojmë, shohim filma, por mund të imagjinoni kur ai shikon këtë det të mbyllur dhe thot tani është momenti për të pasur besim. Në momentet e vështira ka njerëz që ikin, kur ti ikën në momentet e vështira ti nuk ke besim, ose ndoshta ke një besim të cekët, ose ndoshta ke një besim si përfaqësor, sepse në momentet e vështira, në momentin kur të shpifin, kur të shtypin, në momentet e vështira, shumë të vështira, aty të dua. Aty të dua të vazhdosh të kesh besim edhe kur gjithçka nuk shkon mirë. Ka edhe njerëz që rrëzohen që në gjën e parë, ndonjëherë për gjëra qesharake, të kota, të padobishme. Ta njerëz nuk do të marrin asgjë nga Zoti, nuk mundet. Do t'i pëlqejnë Zotit sepse është me anë të besimit që i pëlqehet Zotit. Është e pamundur, thoni si është e pamundur t'i pëlqesh Zotit nëse dorëzohesh që në problemin e parë. Me anë të besimit, Hebrejve 11:30 deri 31, ran muret Jerikos pasi izraelitët kishin bërë rrethin e tyre për 7 ditë. A mund të imagjinosh ti do ta pushtojmë tokën? Shtisni përreth, zotëri, atje është një ushtri. Nuk ka rëndësi. Ata që kanë besim janë të aftë të bëjnë gjëra që koka nuk i kupton, por edhe ti bën të njëjtën gjë. Amin? Nëse Zoti ka thënë ti, por nëse mendojnë se jam i çmendur, nuk ka rëndësi. Sepse rezultati, besimi është siguri, po më pas është demonstrim. Thuaj ashtu siç është, gjithmonë do të ketë një rezultat në besimin tim. Me anë të besimit, Rahabi prostituta nuk u shkatrua bashkë me të pabesët, sepse i priti me mirësi spionët. Hebrejve 11:12-35 më pëlqen shumë ky pjesë. Çfarë të them më shumë? Tani dua t'ju tregoj që besimi është edhe një besim që i reziston dhimbjes. Nuk është vetëm një besim që merr. Sepse nuk do të mjaftonte koha të tregoj për Gedeonin, Barakun, Samsonin, Jeftën, Davidin, Samuelin, profetët të tre që ishin në furrë. Mund të shtojmë edhe të tjerë, të cilët me anë të besimit fituan mbretërinë. Thot, kush ka besim, fiton mbretërin. Me anë të besimit praktikuan drejtësinë. Unë do të bëj atë që është e drejtë edhe nëse askush tjetër nuk e bën. Morën përmbushjen e premtimeve, mbyllën gojën e luanit. Pra, me anë të besimit, dikush thot,
më mirë të vdes, por unë nuk e mohoj Jezusin. Shpesh kam thënë, mund të thoshin, Zotri, unë të mohoj vetëm për të mos vdekur, pastaj unë preferoj të vdes, po do të vdes në dinjitetin e besimit. Ata e shuan dhunën e zjarit, i shpëtuan tehut të shpatës, u shëruan nga sëmundjet, u bën të fort në luftë. Pra, për të bërë i fort në luftë, ku duhet jem? Pra, besimi nuk të përjashton nga të jetuarit në luftë. Amin? Besimi nuk është e për shkak se kam besim, asgjë e keqe nuk do të më ndodhë. Ja, por kur më ndodh mua, kam besim në fituan tina. I mbylla fytyrat e luandve, që do të thotë se disi isha përpara tyre. Pra, besimi mund t'ju ekspozoj ndaj momenteve shumë të vështira. Dhe me anë besimit në njëherë do të çliroheni, dhe me anë besimit në njëherë nuk do të çliroheni. Amin? Por besimi vazhdon atje. Ata u bën të fort në luftë, i bën ushtrit e huaja të iknin. Kishte gra që i morën të vdekurit e tyre përsëri nëpërmjet ringjalljes. Të tjerë u ringjallën, të tjerë u torturuan, sepse nuk pranuan çlirimin për të marrë një ringjallje më të mirë. Nëse mohon besimin tënd, unë nuk do të vras. Vritma, e keni parë, unë kam postuar, ndoshta i keni parë, 21 persona nga një ka familje në Siri janë masakruar sepse ishin të krishterë. Sepse ata thanë, do të zbjesim, nuk do të mohojmë besimin tonë. Ka një libër që është një libër apokrif, pra nuk është brenda kanonit zyrtar të kishës, që është libri i Makabejve, por unë ju këshilloj ta lexoni. Libri i parë dhe i dytë i Makabejve tregon këtë histori, më shumë a më pak në kohën e Antiokut i katërt i Epifani, në vitin 164 para Krishtit, ku është një nën më 7 fëmijë. Kush e ka lexuar ndonjëherë historinë e nënës me 7 fëmijë? Kjo nën me 7 fëmijë është përballë një gjykate të Antiokut 4 Epifani që thotë kështu: nëse fëmijët e tu nuk mohojnë besimin, unë do t'i vras një ndaj një para syve të tu nën. Dhe nëna i thoshte djalit, të lutem mos e mohu Jezusin. Dhe nuk dua të tregoj se si i vran, sepse përshkrimi në libër është i tmerrshëm. Dhe ajo thoshte, biri im, nuk ka rëndësi, mos e mohoj Jezusin. Nuk ishte Jezusi, atëherë ishte Zoti, sepse ishte koha e shenjave të shkurtra. Mos e moho Zotin. Ata vranë të 7 fëmijët e saj para syve të saj, dhe pastaj i vdiqe dhe ajo. E di çfarë do thotë kjo? Që kur ke besim, ti e di që jeta shkon përtej asaj që është këtu. Ti e di që jeta është shumë më tepër se ajo që ka vetëm këtu. Si po të flas për besimin? Sepse duhet të arrisim nivelin e besimit ton. Shumë thonë, o besim, me kë po shëtisin këta me bluzë veshur? Unë besoj në Jezusin. A mendon se vetëm sepse ke veshur një bluzë beson vërtet e Jezusit? Të tjerë shëtisin në makinë me mbishkrimin Jezusi është Zoti, por e vetmja gjë që po thua është nuk jam ateist, besoj në diçka, por vetëm të thuash besoj te Jezusi dhe të jetosh një jetë që s'ka lidhje fare me besimin, nuk do të thotë që je njeri me besim. Do të thotë vetëm që nuk je ateist, por nuk është se je besimtar vetëm se nuk je ateist. Besimtari është ai që jeton në mënyrë radikale për Zotin, merr vendime radikale, sheh përtej. Besimtari është ai që edhe në mes të zjarit i mban sy të ngulur te Jezusi, duke thonë, në një mënyrë apo tjetër do të më shpëtosh, dhe nëse nuk më shpëton, do të qëndroj si ata djemt në furrë. Do të vazhdoj ta dua Zotin, sepse nuk e dua Zotin vetëm kur ai më shpëton, unë e dua Zotin gjithmonë. Amin? Dhe ky është besimi për të cilin flet Bibla. Hebrejnve 11:36-38 thotë se të tjerët u sprovuan me tallje, fshikullime, zinxhir, burgime, u vran me gur, u pren me sharr më dysh, u vran me shpatë, shëtitën të mbuluar me lëkurë deleje, dhije, më mirë të jemi veshur me lëkurë dhije se sa të kemi veshje të mirë nëse duhet të heq dorë nga Zoti. Në nevojë disa thonë unë kur nuk do të jem, por ndonjëherë je në nevojë për shkak të zgjedhjes së Zotit. Tani në Nigjeri kanë vrarë 200 besimtarë dhe ata endeshin larg sisit të tyre, pa ushqim, pa shtëpi, në nevojë vetëm që të mos mohonin besimin e tyre. Të pikolluar, të kesh trajtuar në mënyrë të tillë që bota nuk ishte e denjë për ta. Endeshim në përshkret të tjera si tani atje në Nigjeri, male, shpeva në përguva të tokës, por unë nuk heq dorë nga besimi im, nga jeta e përjetshme. Shihni, sot ka shumë njerëz që vrasin në emër të, besimtari nuk vret në emër të, janë të tjerët që na vrasin në emër të. Ne qëndrojmë të palëkundur, nuk ka nevojë të vrasës askënd, por edhe nëse do të donin të na merrnin jetën.
Ne nuk do ta mohojmë Zotin. Unë besoj se do të vinë një moment që do të jetë kështu në tokë. Pyetja ime është, nëse do të vinin këtu sot, sa prej nesh do të kishin mbetur? Nëse ti qëndron të heq shtëpinë, rrobat, të marr fëmijët, sa do të mbeteshin? Sepse kjo është çështje besimi. Hebrejve 11:39, 40 përfundon duke thënë: të gjithë këta, ndonse kishin një dëshmi të mirë nëpërmjet besimit, nuk e morën ato që ishte premtuar, sepse Perëndia kishte siguruar diçka më të mirë për ne, që ata të mos bëheshin të përsosur në ne. Shikoni sa më ku hushigar. Ktheuni atje të kapitullit 12 ku filluam. Kapitulli 12 presje 1 do të thotë: edhe ne pra, duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh, të gjithë këta, Enoku, Abrahami, Mojsiu, Sara, Davidi, martirët, reformatorët, revolucionarët, praktikisht shembuj për rreth teje. Dhe thot, atëherë le të heqim çdo peshë të mëkatit, sepse ndonjëherë Zoti të kërkon të lëshosh diçka, dhe ti aty duke vuajtur, nuk e di nëse mund të agjeroj një ditë. Po të thot, shikoj njerëzit përreth teje, a dënën tënde. Ajo është ajo gjë, gënjystra më e madhe e djallit është të thotë se ti je i dobët, nuk vlen asgjë. Kush është Jezu Krishti? Është një person që ka lëkurë të fortë, ADN-ja jote nuk është e një të dobëti që dorëzohet e problemi i parë. ADN-ja jote është e njerëzve që kanë një problem dhe ja përballojnë. ADN-ja e bijve të Zotit është ADN e njerëzve që përballen, nuk iken. Amin. Kush iken nuk ka kuptuar asgjë nga Zoti, sepse ne jemi ata që përballen me luanët, dhe atje në kalimin e fundit thot kështu: faleminderit. Kanë pasur dëshmi të mirë, po apo jo? Shkëlqyesme. Por nuk morën ende ato që ishte premtuar. Ta thoshte Zoti: prit, ka edhe një brez tjetër që do t'ju bashkohet. Ky brez do të besoj dhe nëpërmjet Jezu Krishtit, ata do t'ju bashkohen juve. Zoti po thot që ata patën një dëshmi të shkëlqyer, por Zoti po priste Jezusin që të gjithë të mund të bashkoheshim në përsosmërinë e flijimit të Krishtit. Ka njerëz atje, po ka njerëz edhe sot. Amen. Ne duhet të jemi. A doni të ndryshoni historinë e kombit tuaj? Sepse tani ne dëgjojmë Islami po vjen, ata vinë këto dhe thojnë çfarë të duan. A e dini pse? Sepse ju nuk e hapni gojën. Ata e hapin gojen, vinë në tokën tënde, në qytetin tënd dhe vendosin çfarë të duan dhe e hapin gojen në forcë. Dhe ne kemi frikë të themi fëmijët tonë që jemi besimtar. Ne duhet ta ndryshojmë këtë gjë sepse ne kemi Krishtin brenda nesh. Doshta ti nuk e di, por ka një dinamit brenda teja. Bibla thot se brenda nesh ka një dunamis. Tani ekziston një fuqi. Efesianëve 3 thot 3:20 do të thotë se Perëndia do të bëjë shumë më tepër se sa gjithçka që kërkojmë, mendojmë për shkak të një fuqie që jeton brenda nesh. Kjo fuqi, fjalash është dynhanis, ka dinamit. Jo se e vendos me është brenda tele. Ne nuk kemi nevojë të armatosemi me një dinamit, ne kemi një dinamit besimi dhe ai thot, unë do të jap më shumë se sa ke kërkuar apo menduar për një fuqi që banon aty brenda, por ne mendojmë se këtu brenda ka vetëm, ne nuk vlem asgjë, ne jemi të gabuar. Unë nuk po them që ne nuk kemi të meta dhe nuk kemi dobësi njerëzore, por ajo që dua të them është se Krishti brenda teje është më i madh se e gjitha kjo. Ti duhet të kesh ndërgjegjen e besimit, ndërgjegjen se kush është Zoti brenda teje. Nëse ti vetëm beson që Zoti brenda teje mund të bëjë të mbinatyrshmen, me të vërtetë do të pushtosh mbretëri. Me anë të besimit ata pushtuan kombe. Ndoshta me besim së brashku, ndoshta jo. Sigurisht, ne do të pushtojmë kombe, do të themelojmë kisha, do të hapim në vende të tjera, ndoshta atje ku banon familja jote, ndoshta Zoti të ka sjellë në Itali që të rritesh në besim dhe të mund të shpallësh besimin mbi shtëpinë dhe familjen tënde që ke lënë diku tjetër, të cilët nuk besojnë. Duhet vazhdoni të besoni me anë të besimit se kjo fuqi që është brenda jush, Krishtin e ne, nuk ka asgjë të pamundur për ata që besojnë. Anin? Këta janë njerëzit që Perëndia po ngre, këta janë njerëzit që dua t'i shoh si besimtarët e parë, të fortë si ata, të palëkundur si ata në emër të Jezusit. Dhe pyetja ime është, çfarë rezultati i jepni vetes në testin e besimit? Nuk ka nevojë të ma thuash, thjesht vendose kështu në mendjen tënde. Unë shpall edhe nëse nuk shoh. E dënoj botën apo ndaj me botën? Kur gjithë s'ka shkon keq, unë qëndroj pa lëkundur. Edhe kur më shajnë, unë qëndroj pa lkojdur. Edhe kur flasin keq për mua, unë qëndroj pa lkundur apo iki.
Kur ndodh diçka, një problem personal, çfarë bëj? Unë qëndroj, unë iki me rak, a flas keq apo iki në vrap? A dua hakmarrje? Ose në vend kësaj, unë krahasoj dhe thjesht dua që të bëhet drejtësia e Zotit. Si? Për të pasur gjëra të bukura, jam i gatshëm të bëj çdo kompromis në punën time. Ose më sakt, jetoj me më pak, por në një mënyrë të plot, të pastër dhe të shenjtë. Njerëzit mund dalin me mua, mund shohin llogarinë time bankare, mund shohin taksat e mia. Kam një jetë hapur dhe nëse bëj ndonjë hetim, nuk do të gjejnë asgjë. Kam pothuajse frikë se po bëj një hetim të vogël në jetën time. Sepse një person besimtar është një person që jeton për ti rrethanave, për ti botës. Amin, bëj testin, verso veten dhe zhvillohu. Sepse të gjithë mund të rritemi. Amen. Ndoshta do të thuash, dështova në këtë provim. Po çfarë bëni kur dështoni në një provim? Do ta lë kolegjin ose do të studioj më shumë dhe do ta kaloj, sepse ky është provimi im. Amin, amin, oh Lord, I pray. Amin. Ngriuni njerëz besimtar, njerëz të mrekullueshëm, njerëz që besonin në ato që Zoti ka për ju. Njerëz që ecin me ato që Zoti ka për ju. Shiko, keni këtu këtë grua, heroinën time të besimit, që e sheh këtu duke shërbyer në shërbimin e rendit. Një sipërmarrëse nuk ka lindur në Itali, por Zoti ja ka vënë në zemër. Do të thash një fjalë, apo jo? Tregu pak si ka shkull. Do ta tregoj shkurt se nuk dua të vonohem. Është e vërtet, këtu mora një premtim gjatë gjithë periudhës së Covidit dhe e vura në praktik. Mund ta falenderoj Zotin sepse një javë më parë finalizuam shitjen e dyqanit 4. Ne kemi 4 biznese, të 4-ta janë në këmbë. Unë e di që Zoti mund të bëjë edhe më shumë. Ka një premtim të madh, ndërsa isha atje, e di që jemi vendosur këtu për të qenë në gjendje të arrijmë ata 5.000. Do ta bëjmë. Ne jemi mjete për të ndihmuar këtë zgjim në Itali. Unë dhe thaj. Djema, është pjeve Emanuela, ako ja? Ajo e mori fjalën e Zotit për sipërmarrjen, kur Zoti edhe kishës, tha investo, disa investuan, disa jo, sa po shkoj, i thash do ta marrësh në zotrin të gjithë qytetin. Djema, tani në gjithë qendrën është pjeve, apo jo? Ajo tani po merr supermarketin, dyqanet, edhe kryetari i bashkisë së Thret, Tisusia del dot. Ajo as nuk ka lindur në Itali. Shumë kanë lindur këtu dhe ende po thonë, çfarë do të bëj? Besimi shkon dhe merr, besimi shkon për te. Ne kemi qenë dëshmitar, ne që jemi aty, edhe në grup me sipërmarrësit. Ndonjëherë ajo ishte aty dhe thoshte, si do t'ja dal. Megjithatë, vazhdon të bëj, vazhdon të rritet, Zoti vazhdon shumë fishoj, sepse është një grua e Zotit, kujdeset për lajfet, është këtu në shërbimin e rendit dhe megjithatë po bën sipërmarrësen duke shërbyer shtëpinë e saj. Duke dashur Zotin, duke ndruar të bekoj njerëzit, amin, besimi shkon dhe merr. Dhe kur ke besim, kryetari i bashkisë, filani, fqinji, do të thotë si ja del, dhe ti do të mund të tregosh. Unë besoj në një Zot që nuk vendos kufi në besimin tim. Unë besoj në një Zot që mund të përdor jetën time. Dhe unë e di që ata do të bëjnë një kampus, do të rriten ashtu siç po rriten bizneset, do të rriten siç do të rriten kinezët, siç do të rriten Italia, të gjithë do të rritemi. Por jo vetëm kaq, do të rritemi shpirtërisht, do të rritemi materialisht, sepse zgjimi ka nevojë edhe për ekonomi. Dhe kështu besoj thellësisht se Zoti do ta vendosë ekonominë në zemrat e duhura, sepse ka njerëz që e kërkojnë Zotin vetëm për të bërë biznes me të, dhe Zoti e sheh, kështu që nuk i intereson. Por kur ke një zemër të thjeshtë, madhështia nuk ka kufi. Amun? I ke lindur për madhështi. Ne jemi fëmijë të një Zoti të madh. Thjesht duhet të ndalojnë së jetuari atje dhe të ankohemi. Ne duhet të shikojmë lart dhe të bëjmë vullnetin e Perëndisë. Mjaft me ankesat. Amin? Jeton në gëzim. Apo ndodh diçka, a ka ndonjë problem? Përballuni me të. Mos thuaj si është, a ka ndonjë problem? Përballuni me të. Dhe pastaj ai menjëherë kthen faqen, vazhdon përpara, ka gjëra më të mëdha. Ka njerëz që po e humbasin madhështinë e tyre, sepse janë aty duke numëruar minutat. Por nuk e di nëse ai më do. Nëse ai nuk të do, ky është problemi i ki. I ke lindur për të dashur. Hajde, kthe faqen. Amin.